A e dini se arteriet tuaja mund të bllokohen pa asnjë paralajmërim? Po, kjo është një luftë e heshtur që shpesh nuk na jep shenja derisa të jetë tepër vonë. Arteriet e bllokuara mund të çojnë në atak në zemër, goditje në tru dhe një ndjenjë lodhje të vazhdueshme, sepse trupi nuk po merr oksigjenin që i nevojitet. Por ka dhe një anë të mirë. Natyra na ka dhënë ushqime të thjeshta dhe të fuqishme që mund të ndihmojnë në pastrimin e arterjeve dhe ruajtjen e shëndetit të zemrës. A doni të dini cilat janë këto ushqime që mund të bëjnë ndryshimin midis një zemre të shëndetshme dhe një rreziku të heshtur? Qëndroni me ne në këtë video sepse do të listojmë 10 ushqime të mira për këtë çështje. Avokadot, super ushqimi i arterjeve të pastra. Avokadot nuk janë vetëm të shijshme, por janë një nga aleatët më të fuqishëm të zemrës suaj. Ato janë të pasura me yndyrna të mira që ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq, LDL, ai që bllokon arteret. Në të njëjtën kohë rrit kolesterolin e mirë, HDL, i cili ndihmon në largimin e mbetjeve dhe pllakave nga muret e arterjeve. Por kjo nuk është e gjitha. Avokadot janë gjithashtu një burim i pasur me kalium, një mineral esencial që ul presionin e gjakut, duke lehtësuar punën e zemrës dhe duke parandaluar dëmtimet në muret e enëve të gjakut. Sipas studimeve, konsumimi i rregullt i avokadove mund të përmirësojë ndjeshëm profilin tuaj lipidik dhe të mbrojë zemrën nga sëmundjet kardiovaskulare. Pra, nëse doni arterje më të pastra, më pak rrezik për atak në zemër dhe një zemër më të fortë, mos harroni të përfshini avokado në dietën tuaj javore. Mund ta hani në sallata, në tost apo thjesht me pak limon dhe krip himalaje. Hudhra, luftëtarja natyrore kundër arterjeve të bllokuara. Hudhra është më shumë se një erës me aromë të mirë. Ajo është një kurrë natyrore që i ka habitur dhe shkencëtarët për efektet e saj mbrojtëse ndaj sistemit kardiovaskular. Përbërësi i saj më i fuqishëm quhet alicin, një substancë aktive që çlirohet kur hudhra shtypet apo coptohet. Alicina ka një veprim të trefishtë për zemrën dhe arterjet. Ul presionin e gjakut duke ndihmuar zemrën të punojë më lehtë. Ul kolesterolin e keq dhe ndihmon në ruajtjen e niveleve të shëndetshme të yndyrnave në gjak. Parandalon forcimin dhe ngurtësimin e arterjeve. Një gjendje e njohur si arteriosklerozë, e cila është një nga shkaktarët kryesor të sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru. Studime të shumta kanë treguar se konsumimi i rregullt i hudhrës, sidomos në formën e saj të freskët, mund të ndihmojë në përmirësimin e rrjedhës së gjakut dhe reduktimin e rrezikut të sëmundjeve të zemrës. Përfitimet më të mëdha arrihet kur hudhra konsumohet e freskët dhe e coptuar. Në pak fjalë, një thelb hudhër në ditë mund të mbajë larg shumë sëmundje. Perimet me gjethe jeshile, eliksiri natyral për arterje të pastra. Perimet me gjethe jeshile, si spinaqi, lakra e shile të tjerë, janë ndër ushqimet më të fuqishme për pastrimin dhe mbrojtjen e arterjeve. Këto perime janë të pasura me nitrate natyrale, të cilat trupi i shndërron në oksid nitrik, një substancë që ndihmon në zgjerimin e enëve të gjakut, duke lehtësuar rrjedhën e gjakut dhe ulur presionin e tij. Kjo do të thotë më pak tension mbi zemër dhe një sistem qarkullimi më efikas. Por përfitimet nuk ndalen këtu. Këto perime janë gjithashtu të mbushura me fibra që ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq dhe mbajtjen e nivelit të sheqerit në gjak në balancë. Antioksidant të fuqishëm si vitamina K, luteina dhe beta-karoteni, që ndihmojnë në parandalimin e inflamacionit dhe mbrojtjen e mureve të arterjeve nga dëmtimi. Një dietë e pasur me perime dhe gjethe jeshile ndërlidhet drejt për drejt me një rrezik të ulët për sëmundje të zemrës dhe rritje të jetëgjatësisë. Përfshij këto perime çdo ditë, qoftë në sallata, smooth, supa të ziera, me pak vaj ulliri dhe arterjet tuaja do t'ju falenderojnë. Vaji i ullirit, ari i lëngshëm për zemrën dhe arterjet. Vaji i ullirit ekstra i virgjër nuk është thjesht një përbërës i kuzhinës mesdhetare, ai është një ilaç natyral për shëndetin kardiovaskular, i provuar ndër vite nga shkenca dhe tradita. Ky vaj i artë është i pasur me yndyrna që ndihmojnë në rritjen e kolesterolit të mirë dhe uljen e kolesterolit të keq, duke parandaluar grumbullimin e tij në muret e arterjeve.
por fuqia e vërtetë e vajit të ullirit qëndron në polifenolet, përbërës me veti të fuqishme antioksiduese dhe antiinflamatore. Këto substanca, të cilët ndodhen në vaj, zvogëlojnë inflamacionin kronik, që është një nga shkaqet kryesore të bllokimit të arterieve. Mbrojnë qelizat e enët e të gjakut, duke parandaluar dëmtimet që çojnë në arteriosklerozë dhe përmirësojnë funksionin e përgjithshëm të sistemit të qarkullimit të gjakut. Vaji i ullirit është gjithashtu një nga shtyllat kryesore të dietës mesdhetare, një nga mënyrat më të shëndetshme të ushqyerit, që është i lidhur me jetëgjatësinë dhe rrezikun e ulët për sëmundje të zemrës. Për rezultatet maksimale përdorni gjithmonë vaj ulliri ekstra të virgjër, të presuar në të ftohtë dhe në cilësi të lartë. Përdoreni në sallata, perime të ziera, supa ose thjesht mbi bukë integrale për një shije të mrekullueshme dhe një mbrojtje natyrale të zemrës. Frutat e pyllit, super ushqim për arteret e pastra. Manaferrat, boronica, luleshtrydhet, mjedra janë të mbushura me antioksidantë të fuqishëm, që ndihmojnë në mbrojtjen e trupit nga stresi oksidativ, i cili dëmton enët e gjakut dhe shkakton grumbullimin e pllakave në arterie. Përfitimet kryesore për arteret përfshijnë luftimi i stresit oksidativ, një faktor që ndihmon në zhvillimin e arteriosklerozës, bllokimi i arterieve. Ul inflamacionin, që ndihmon në mbajtjen e arterieve të pastra dhe të shëndetshme. Përmirëson funksionin e enëve të gjakut, duke e bërë qarkullimin e gjakut më efikas dhe më të lehtë. Mbështetje për shëndetin e zemrës, pasi përmban vitamina, minerale dhe fibra që ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut dhe mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare. Ato janë të pasura me flavonoide që përmirësojnë elasticitetin e enëve të gjakut. Mund t'i përfshish në dieta të përditshme, në smoothie, sallata ose si një shtesë e shijshme në mëngjes. Ato janë të lehta dhe shumë të shëndetshme. Peshqit e yndyrshëm aleatët më të mirë të zemrës. Peshqit e yndyrshëm si salmoni, skumbria, sardelia janë ndër ushqimet më të fuqishme për shëndetin e zemrës dhe pastrimin natyral të arterieve. Çelësi qëndron tek acidet omega 3, të cilat reduktojnë inflamacionin që dëmton muret e arterieve, parandalojnë formimin e piksjeve të gjakut, duke zvogëluar rrezikun e atakut kardiak dhe goditjes në tru, ulin nivelin e triglicerideve, një formë yndyre në gjak që rrit rrezikun për probleme kardiovaskulare. Ato rrisin elasticitetin e enëve të gjakut, duke ndihmuar në një qarkullim më të lehtë dhe më të sigurt. Konsumimi i peshkut 2 herë në javë është një mënyrë e thjeshtë, natyrale dhe forcon zemrën dhe ruan arteriet tuaja të pastra. Nëse nuk konsumon produkte shtazore, ekzistojnë alternativa me bazë bimore si farat e linit, chia dhe algat, por me efekt më të fuqishëm vijnë nga vetë peshqit. Çokolata e zezë, ëmbëlsira që mbron zemrën. Po, e ke dëgjuar drejt. Çokolata e zezë, kur zgjidhet me kujdes, mund të ndihmojë në pastrimin e arterieve dhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut. Sekreti qëndron tek përmbajtja e lartë e kakaos, 70% ose më shumë. Kakao është e mbushur me flavonoide, antioksidantë të fuqishëm që përmirësojnë funksionin e enëve të gjakut, zvogëlojnë ngurtësinë dhe tensionin arterial, ulin inflamacionin kronik dhe përmirësojnë rrjedhjen e gjakut në arterie. Kështu reduktohet rreziku i impiksjes dhe bllokimit. Flavonoidet gjithashtu ndihmojnë në balancimin e kolesterolit, duke ulur LDH-n dhe rritur HDL-n, një kombinim ideal për një zemër të fortë dhe artere të pastra. Por kujdes, jo çdo çokoladë është e njëjtë. Shmang çokoladat e përpunuara me shumë sheqer, qumësht apo yndyrna të hidrogenizuara. Zgjidh gjithmonë çokoladë të zezë me përmbajtje të lartë kakao dhe përbërës sa më natyral. Një copë e vogël në ditë është jo vetëm kënaqësi për shijen, por dhe një dhuratë për zemrën tënde. E ëmbël dhe e mençur. Arrat, super ushqim që ushqen zemrën dhe pastron arteriet. Arrat, veçanërisht bajamet dhe arrat e zakonshme, janë një nga mbrojtësit më të fuqishëm të arterieve që na afrojnë natyre. Të pasura me acide yndyrore omega 3 me bazë bimore, këta fruta të thata ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut.
Por kjo nuk është gjithçka. Fibra që ato përmbajnë ndihmon në largimin e kolesterolit të keq, LDL. Magnezi është thelbësor për funksionin e muskujve të zemrës dhe mban ritmin e duhur të saj. Vitamina E, një antioksidant i fuqishëm, mbron qelizat nga dëmtimi oksidativ. Studimet kanë treguar se konsumimi i rregullt i arrave në sasi të moderuar lidhet me një rrezik më të ulët për sëmundje të zemrës, presion të ulët të gjakut dhe shkallë më të mirë të kolesterolit të përgjithshëm. Një grusht bajame ose arra në ditë, si pjesë e mëngjesit, si snack ose të kombinuara në sallata, mund të bëjë një ndryshim të vërtetë për shëndetin tuaj kardiovaskular. Tërshëra, miku i mëngjesit që pastron arteret. Tërshëra nuk është thjesht një zgjedhje e shëndetshme për mëngjes, ajo është një ushqim funksional që ndihmon drejt për drejt në shëndetin e zemrës dhe pastrimin e artereve. Sekreti i saj qëndron tek beta-glukani, një fibër e tretshme e cila lidhet me kolesterolin LDL, kolesterolin e keq, në traktin tretës dhe e ndihmon që trupi ta nxjerrë jashtë. Ul ndjeshëm nivelet e kolesterolit total duke ndihmuar në parandalimin e grumbullimit të pllakave në muret e artereve, stabilizon nivelet e sheqerit në gjak dhe mbron nga inflamacioni kronik, faktor që ndikojnë në shëndetin kardiovaskular. Studimet kanë treguar se vetëm 3 gram beta-glukan në ditë mund të merren lehtësisht nga një racion i zakonshëm tërshëre. Ato mund të sjellin ulje të konsiderueshme kolesteroli. Tërshëra është gjithashtu një burim i mirë antioksidantësh, të cilët mbrojnë enët e gjakut. Këshill praktike: përfshije në mëngjes bashkë me fruta, arra ose pak mjaltë dhe do të kesh një fillim të ditës që ushqen jo vetëm trupin, por edhe arteret e tua. Turmerik, luftëtari natyral kundër inflamacionit. Turmeriku është i njohur për përbërësin e tij kurkuminën, që është një super ushqim me veti të jashtëzakonshme dhe antiinflamatore dhe antioksiduese. Ajo ndikon në shëndetin e zemrës dhe artereve. Kurkumina zvoglon inflamacionin kronik, përmirëson funksionet e enëve të gjakut, duke lehtësuar që gjaku të rrjedhë më mirë, ult stresin oksidativ që dëmton qelizat e zemrës dhe enët e gjakut, redukton formimin e pikseve të gjakut që mund të çojnë në infrakte apo goditje. Përthithja e kurkuminës rritet ndjeshëm kur konsumohet së bashku me piper të zi, ndaj përdore këtë kombinim kur shton në gatime ose në pije të ndryshme. Mund ta përfshish në smoothie, në supë, në çaj apo edhe si shtesë në oriz dhe perime. Është një nga mënyrat më të lehta dhe më të fuqishme për të mbrojtur arteret dhe për të patur një zemër sa më të fortë. Shëndeti i zemrës është një pasuri e paçmuar dhe siç pam sot, nuk kërkon gjithmonë ilaçe apo trajtime të shtrenjta. Natyra na ka dhuruar ushqime të thjeshta, të shijshme dhe të fuqishme, që mund të ndihmojnë në pastrimin e artereve dhe forcimin e sistemit kardiovaskular. Kujdesi për vete fillon nga zgjedhjet që bëjmë çdo ditë në kuzhinë. Cili nga këto ushqime e keni konsumuar më shpesh? Na shkruani mendimin tuaj në komente. Ne ju lexojmë gjithmonë me kënaqësi. Nëse këtë video e pat të dobishme, jepni një like, shpërndajeni me miqt dhe abonohuni në kanalin ton për video akoma më shumë interesante. Mos harroni të shtypni butonin e njoftimeve që të mos humbisni asnjë video të re. Ju falenderoj për kohën tuaj, shihemi në video të tjera.